Kryeministri Edi Rama e ka cilësuar të turpshëm vendimin e Britanisë së Madhe për të dëbuar rreth 700 familje shqiptare, të cilët pas refuzimit të azilit vijojnë të qëndrojnë në Mbretërinë e Bashkuar. Në një reagim në rrjetin social X, kritikat e Ramës shkuan drejt sekretares së brendshme laboriste Shabana Mahmud, e cila ka bërë jahung këtij vendimi. Si mundet një sekretare e brendshme e Partisë Laboriste të bëj kaq keq i ehon retorikën e së djathtës ekstreme populiste dhe të veçoj 700 familje shqiptare, një pikë statistikore në oqeanin e sfidave të Britanisë pas Brexit, pikërisht në një moment kur Mbretëria e Bashkuar dhe Shqipëria ka ndërtuar një nga partneritetet më të suksesshme të Europës për migracionin e palishëm? Kreu i qeverisë rikujtoi se me anë të marrëveshjes së bërë me Britaninë për migracionin, mbërritjet e parregullta nga shqiptarët janë ulur. Më lejoni t'i kujtoj sekretarit të brendshëm se fal punës intensive të përbashkët që nga fundi i vitit 2022, mbërritjet e parregullta nga Shqipëria në Mbretërinë e Bashkuar janë pothuajse të zhdukura. Kontrolli i migracionit ka funksionuar, ndërkohë kufizimet e lëvizshmërisë dhe vizave nga ana e Mbretërisë së Bashkuar mbeten një relike dështimi e epokës Braverman, duke dëmtuar si lirinë themelore të lëvizjes së njerëzve, ashtu edhe vetë ekonominë britanike. Kryeministri madje theksoi se shqiptarët janë kontribues të ekonomisë britanike dhe veçimi i tyre është i padrejtë. Le të jemi gjithashtu të qartë. Shqiptarët janë kontribues neto në ekonominë britanike dhe numri i shqiptarëve që marrin përfitime nga Mbretëria e Bashkuar është shumë i ulët në krahasim me komunitetet e tjera. Ti veçosh ata vazhdimisht nuk është politikë, është një ushtrim demagogjie shqetësues dhe i pahishëm. Reagimin e tij, shefi i ekzekutivit e mbylli me një thirrje ndaj politikës britanike, e cila sipas tij nuk duhet të ndikohet nga stereotipet etnike.